Hello everyone, atëherë dua të ndaj me ju eksperiencën time që Aura u smur për herë të parë. Do ulemi këtu me. Aura ka qenë për herë të parë me temperaturë 39. Më ka kap ankthi pa parë. Kam qenë në një gjendje që nuk dija se si do ta përballoja, por ne ja dolëm shumë mirë. Dua të ndaj me ju një eksperiencë që nuk më kishte ndodhur më përpara dhe u hasa. Kur Aurin e zuri gripi, ne nuk ishim në Tiranë, ishim në Vlorë, pra te shtëpia e gjyshes Aurës. Dhe gjithë kohës komunikoja me pediatra, më tregoi pediatra se çfarë duhet të merrja, më tregoi se çfarë mjekimi duhet t'i jepja. Dhe shkojmë në farmaci, i kërkoj mjekimin që më dha pediatra, nuk e kishte. Më dha një të ngjashëm. Fola me pediatra dhe më tha, mund ta përdorësh edhe atë. Por më dha dozën e gabuar. Pra, më tha që duhet t'i jepja më tepër se ç'duhej. E mora, i bëra supostën e parë, pas disa orësh i bëra supostën e dytë, siç më tha farmacisti. Dhe kur fola me pediatrën, më tha ke bërë super gabim. I ke dhënë gocës më shumë nga doza që ajo duhet të merrte. Shqyqyr që Aura nuk pati asnjë efekt ansor. Unë për 12 orët e ardhshme nuk i vura më asnjë suposto, nuk i dash më asnjë ilaç tjetër dhe e lash që ajo ta kalonte vetvetiu. E kaloi, është goxhe folt, bravo mama.